Jemi këtu për një intervistë gjatë me Ivan Gvozdenovic, ish kapitenit Crvene Zvezdës, 7 herë lojtari përfaqësuese serbe, pikërisht përballë me një lojtar i cili vjen nga Serbia, do të na flasi për ndeshjen Serbi-Shqipëri, e cila do të zhvillohet në datën 14 tetor. Përshëndetje, faleminderit për Ora News. Okej, Ivan, kafja, mirë? Po, është shumë mirë, tu është shumë bukur, faleminderit shumë. How long have you been to Albania? Unë jam këtu 4 vjet. Unë jam shumë lumtur. Edhe unë ka shumë mik këtu në Shqipëria, në Tirana, në Shkodra, në Korça. Shumë mirë. Okay, we speak in English, huh? Yeah, no problem. Ivan, how do you feel? Si ndihesh në Shqipëri? Really, I feel very good. Maybe for somebody will gonna be surprised, but I speak honestly and I must say that Vërtet që ndihem shumë mirë, për disa mund të jetë surprizë, por unë flas sinqerisht për këto 4 vjet. Unë kam gjetur shtëpinë e dytë këtu në Shqipëri. Ishte e çuditshme kur erdha këtu, sepse fillimisht nuk isha i sigurt për të qëndruar. Çka kisha dëgjuar për Shqipërinë ishte gjithçka e ndryshme me këtë që pash. Duhet të shikosh njerëzit, ti takosh ata, duhet i kuptosh ata, sepse mendoj që këtu njerëzit janë shumë miqësor. Really nice, the people, it's very friendly and you can feel normal. Before to come, para se të vije këtu, nuk dije shumë gjëra. Not so many things. Është e vërtet, nuk dija shumë gjëra. Por ju vendosët të luanit futboll. Yes, I was, I think, 32 or 32, and so, you know, I was playing Champions League, I had one big injury. Unë isha 33 vjeç, luaja në Champions League dhe kisha një dëmtim të madh. Unë dëshiroja të gjeja një klub me nivel siç isha më parë dhe mendoja me veten se nëse nuk e gjej do të tërhiqem. Por unë besoj se isha me fat, takova një menaxher i cili më telefonoi 2-3 herë dhe unë i thash, pse jo? Unë erdha të shoh, të provoj dhe nëse më pëlqen të qëndroj. Dhe tani mendoj se bëra zgjedhjen e duhur. Why not? I come here to try to see if I like it, if they like me. I'm gonna stay, and I think now I can say that I think that I made a good decision. Te Tirana, probleme? No, really. When I come from the first day. Unë që kur kam ardhur deri tani, kur nuk kam pasur probleme. Kur kam ikur mund të kem thënë diçka, por tifozët, lojtarët, çdo njeri më ka respektuar dhe unë i kam respektuar ata që në fillim. Everybody respect me and I respect them from the first time. Pas ju vazhduat te Skënderbeu. Yes, after 1 year in Tirana, we took a cup. Pas një viti te Tirana, ne fituam kupën. Ky ishte viti i parë në Shqipëri. Pastaj unë transferova në Korçë tek Skënderbeu. Kalova 3 vite atje dhe në 3 vite u shpalla kampion. 2 herë fitova Superkupën dhe ishte megjithmonë bukur atje. Really, it was also nice there. E shijove Europën me Skënderbeun? Yes, we played, I think, good Po, games. ne patëm ndeshje të mira, na mungoi vetëm fati. Ne mund të bënim një gjë shumë të mirë për futbollin shqiptar, por humbëm me penallti ndaj Odesës. Nëse do të fitonim ndaj Ukrainasve, do të ishim pjesë e grupeve të Europa Ligës. Do të ishte historike. Do të ishte diçka perfekte për të gjithë shqiptarët, por ne humbëm dhe ishim të pafat. Unlucky what to do. Tani luani te Kuksi. Po, tani jam pjesë e Kuksit. Tjetër sfidë për ju. This is some another ambitions and I would like to. Këtu kam një tjetër objektiv, dua të shpallem sërish kampion. Do të ishte e bukur që me 3 skuadra të kisha 3 trofe të ndryshëm. Tani është diçka tjetër, klub i ri, lojtar të ri, unë njoh presidentin, lojtarët, skuadrën dhe besoj të jemi mirë si në klubet e tjera. I hope that I will gonna be also good like in other clubs. You have a good career Ju keni një karrierë të mirë në Europë. Dinamo Bukuresht, Metz, Bruges, kapiteni i Crvene Zvezdës. Let's say Bruges. Yes, let me say Crvena Zvezda, captain of Crvena Zvezda. Yes, thank you. Let me say that I make good career. I think that I can Faleminderit. Le të themi që kam një karrierë të mirë. Unë mendoj që mund të bëja më shumë, por ndonjëherë duhet të jesh me fat, sepse dëmtimet ndodhin. Nuk mund të them që nuk jam i kënaqur me karrierën time. Është e vërtet ajo që ju thatë, isha në Belgjik për 5 vjet, më pas isha në Ukrainë, në Rumani dhe vitin e fundit isha në Greqi te Kavala.
ndërsa tani ndodhe në Shqipëri prej 4 vitesh. I'm here in Albania for the, let me say now, 3-4 years. Në cilën skuadër e ke shijuar më shumë karrierën? After Red Star, after Crvena Zvezda, the more of good enjoying it was in Bruges, in Belgium, because I was there 5 years. Pas Crvena Zvezdës, unë shkova në Bruges në Belgjik. Atje qëndrova për 5 vite. Luajta shumë ndeshje, fitova trofe, luajta edhe në Champions League. Djali im lindi atje dhe unë kam pasaport belge dhe ndihemi mirë atje. Pas Belgjikës unë kam kaluar shumë kohë këtu në Shqipëri, prandaj ndihem mirë edhe këtu. And we have a lot of friends there. After Belgium, I spend more time here in Albania as well. And for the moment, as I told you, I feel good here. Ivan, how do you feel to play? Si është luash në Champions League? Çfarë është ndryshimi? This is big different and really it's nice feeling because I think this is the most important for the players and something. Ka diferencë të madhe. Le të themi, kjo është diçka shumë e rëndësishme për lojtarët dhe një arritje në karrierë. Dhe kur udhëton në vende të ndryshme dhe luan me skuadra të ndryshme të japin më shumë eksperiencë. E pranoj, e kam shijuar. On English, experience to learn different kind of playing of football, and really I was enjoying it. Okay. So now, you know, Ju e dini që në datën 14 tetor, Serbia do të luaj me Shqipërinë në Beograd. How's gonna be? Welcome. Welcome. I think this is my opinion, and I really wish. Mirë se vini. Unë mendoj dhe dëshiroj të jetë një ndeshje normale dhe të fitojmë i miri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Really, for me, this is two very important things. Okay, but it's a bit difficult game because it's not just a game for Albanian or for Serbs. It's a little bit a game who. Okej, është një ndeshje ndalikuar, politik, media, Kosova. Kosovo from the other side. Yes, I'm agree with you. It's a lot of things around, but if you ask me personality, what I can. Shumë gjëra janë rreth e qark, po më pyetën mua personalisht çfarë të them. Unë dua të flas për sport. E përsëris, dua të jetë një ndeshje e drejtë, jo vetëm atje, por edhe këtu. E qetë, normale dhe të luhet vetëm futboll. Kjo është e rëndësishme. Let me say quiet, normal, and to win the football. This is only important. Nëse tifozët shqiptar janë atje, a do ndihen ata të rrezikuar? I don't think so, because everything it will be full of security. Nuk mendoj kështu, sepse do të jetë komplet e sigurt. Unë kam shumë miq këtu, ata më pyesin për bileta për hotele në Beograd dhe unë uroj që ata ta shijojnë. Nëse atje je normal dhe sillesh normalisht siç jam dhe unë këtu, nuk do të ketë probleme. Nëse dhe unë në një moment do të bëj një veprim të çmendur, edhe unë do të kem probleme këtu në Shqipëri. Ata do ta shijojnë atje, do të shijojnë një qytet të bukur dhe do të shijojnë ndeshjen. Nice city and a lot of things, and of course to enjoy on the game. Okay, you played for Serbia. Ti ke luajtur 7 herë për Serbinë. Si është luash për fanelën serbe? Yes, always it's nice to play for your country. This is everywhere. Është bukur të luash për vendin tënd. Kjo ndodh gjithkund. Unë kam luajtur shumë, megjithatë kam realizuar ëndrrën time. Kur luan me kombëtarën, ndihesh më mirë, ndihesh një lojtar i madh. Unë kam kujtime të mira nga përfaqësuesja e vendit tim. You feel more proud, and it was nice memories anyway. Now Albania has some good players that play in Shqipëria ka lojtar të mirë që luajnë në Europë. Natyrisht, Serbia ka lojtar high class që luajnë me klube të mëdha. Si e sheh përballje në fushë? The results. How do you see I'm sure because they are from both sides they are. Jam i sigurt që tek të dyja skuadrat ka lojtarë të mëdhenj. Ata luajnë me skuadra të mëdha. Besoj se në fushë do të luftohet, por në fund do të jenë të gjithë miq. Në fund të fundit do të luajnë futboll.
Kush do të fitoj? Unë them më i miri. Natyrisht, unë do të mbështes Serbin. Kjo është natyrale, është normale. Edhe një herë përsëris, le të fitoj më i miri. Ju jetoni çdo ditë në këtë vend. Ju personalisht doni që gjërat të shkojnë mirë, qetë në këtë ndeshje? Yes, this is good question and it's true, but really Kjo është një pyetje e drejtë. Unë para pak ditësh isha në një kafeteri në Tiranë dhe shumë shokë më pyesnin dhe qeshnin. Ata më thanë, hajdini këtu te kjo kafe të shohim ndeshjen së bashku. Kush humbet, paguan kafet dhe kjo ishte diçka e bukur. Rash me një herë dakord. Unë mora shokët e mi në telefon dhe i thash të luajnë mirë se ndryshe do të paguaj kafet këtu në Shqipëri. And I agree. And now I call my friend and say, please play strong because I must pay a lot. I joke a little bit, but it's true that they are really... A ke shok momentalisht e përfaqësuesja serbe? Yes, I have. I have this player, Djordjevic, who is in Lazio. Sigurisht, unë kam Djordjevic që luan të Lazio. A ishte një djalosh i ri kur unë isha kapiten të Cervena Zvezda. Gjithashtu, njoh edhe Dušan Bastën, i cili luan të Lazio së bashku me Lori Sanën. Ai më parë ka qenë pjesë e Cervena Zvezdës. Dhe po ashtu e kam pasur bashkëlojtar tek Red Stars. Stojkovic, he was in Red Star with me, and some of other players also. Ivan, këtu njerëzit ngasmojnë për këtë ndeshje? Yeah, they ask, but I must say that we start to joke, and this is make me happy. Po, ata pyesin në mënyrë shumë njerëzore. Ne shpesh herë bëjmë edhe humor. Do ta shijojmë së bashku ndeshjen dhe kjo është një gjë e mirë. And I'm sure that we're gonna look together the game. Ti jeni serb, unë jam një shqiptar. Cilat janë ndryshimet midis nesh? How do you think the difference? Because I don't see too much difference. Okay. Unë nuk shikoj shumë diferenca. Ne jetojmë në Ballkan dhe kemi pak a shumë mentalitet të njëjtë. Ne ballkanasit jemi pak gjaknxet, por kështu jemi. Personalisht nuk shikoj shumë diferenca. Unë njerëzit mundohem t'i shoh si miq. Sigurisht që ndryshojmë, por jo shumë. The person to find different. I just try to find a friend. And okay, maybe we have some different, but I don't feel nothing special. A mendoni që kjo ndeshje do të përmirësoj klimën midis dy vendeve apo? I hope so. If go on this way, it will be perfect. Because now I heard that they opened the line. Unë shpresoj kështu të përmirësojmë klimën. Gjithashtu është vënë edhe linja Tiranë-Beograd. Njerëzit shkojnë atje dhe ata vinë këtu. This is maybe one step to start to live normal, to forget some things and to build up the better future. This is how I think. Which team you want to win? Cila skuadër do fitojë të martën? Which team? Albania or Serbia? Unë shpresoj të fitoj Serbia. Iksi nuk është keq. Të jetojmë normalisht, të harrojmë të shkuarën dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Nëse fitoni kundër Danimarkës, atëherë barazimi nuk është i mirë për ne. Shqipëria ka një skuadër të mirë, lojtar të rrezikshëm, trajner të mirë. Ata kanë 2-3 vite që luajnë bashkë, kanë harmoni dhe luajnë me zemër. Nuk do të jetë as pak e lehtë të mundësh një skuadër si Shqipëria. And it's not easy to beat Albania team. Cili është opinioni juaj për futbollin shqiptar? When I come here I didn't know a lot, but now I almost know everything. Kur erdha këtu, nuk dija shumë gjëra, por tani di gjithçka dhe çdo vit investojnë më shumë, por ende jam për të bërë shumë gjëra dhe shpresoj që të bëhen më shumë gjëra në të ardhmen. And I hope that they can do some much better things in the future. What about Albania? Ju keni vizituar shumë qytete duke luajtur futboll, mbase i njihni më mirë se unë. How do you see the country? Yeah, the country is nice, and I was almost everywhere. I was in Skodra, in Tirana. I was living in Korça 3 years, and for the Korça, really, I must say all the best. Kam qenë në Shkodër, Tiranë. Kam qenë dhe 3 vjet në Korçë, për Korçën mund të them vetëm fjalë të mira. Një qytet shumë i bukur, njerëz me kulturë. Ata e dashurojnë futbollin, janë shumë miqësor. Kam shumë miq atje që s'do t'i harroj kurrë në jetën time. Gjithashtu edhe Tirana më pëlqen, është kryeqyteti dhe këtu është diçka tjetër. Në Tiranë gjen shumë të huaj dhe ndihesh si në Europë. Vendi është i hapur dhe unë po e jetoj bukur jetën time këtu.
from Albania, from the outside, you feel a little bit also from something from Europe, because it's a lot of people from outside. But the country, it's open, it's nice, and for the moment I really enjoy here. And what do you like more? Çfarë gjërash të pëlqejnë dhe çfarë gjërash nuk pëlqejnë në Shqipëri? Okay, Do you like music or food or? I like the music, I like the food, I like the kind of Okej, pëlqej muzikën, ushqimin, mënyrën e jetesës. Këtu njerëzit janë të lumtur. Shqiptarët dalin me miq, shkojnë në kafe, restorante dhe mendojnë që din mirë të jetojnë. Kjo është një gjë e mirë për vendin tuaj. Çfarë nuk pëlqej? Mbase rrugët duhet të jenë më të mira, parkimin dhe trafikun e rënduar. Kjo mbase është edhe normale për një qytet të madh. Not place for the parking. You lose a lot of times. But this is maybe normal for the big city. Është një paketë e plotë. Yes. Okay, and what are your Çfarë objektivash keni për të ardhmen? I have some plans, but it's difficult to say for 1-2 years what will gonna be. Kam disa plane, por ende nuk e di. Kontrata përfundon në fund të muajit maj, por kam ambicie të mëdha të bëhem trajner. Unë kam licencën B të trajnerit dhe dua të studioj këtu në Tiranë për licencën A. Jam i sigurt që do të bëhem një trajner në të ardhmen, por se për sa kohë do të luaj futboll, këtë do ta di në fund të majit. Tani jam i përqendruar vetëm tek futbolli i luajtur. I will know in end of May. For the moment, I am just thinking how to play, and we're gonna see in May. When you go to Beograd? Kur I thuaj miqve që jetojnë në Shqipëri, keni qendër të parët që keni eksploruar, le të themi, këtë planet, çfarë reagimi kanë? Explore this, let's say, planet. Yes, I was. What is their answer? What they? From the first. Në fakt, ata surprizohen në fillim, por kur unë flas për Shqipërinë, ata duan të vinë dhe ta vizitojnë, sepse më besojnë dhe më shikojnë që unë jam i lumtur. Kjo është diçka e mirë për të dyja vendet, të hapi më shumë horizonte. For both country to little bit open the view. And Miqtë tu, familja kanë ardhur në Shqipëri? They came. My wife was here 2-3 times with my son. My parents were here 2-3 times. Kanë ardhur gruaja, djali, prindrit e mi dhe disa miq do të vinë në ndeshjen e kthimit. Ata kanë mbetur të befasuar pozitivisht. Because as I told you, we didn't know a lot about each other, but now it's much more better. Ivan, të martën në darkë, Serbia do luajë me Shqipërinë. Cili është mesazhi juaj i fundit për këtë ndeshje? Jemi komshi, jemi mik edhe unë mendoj vetëm për futbolli. Kush është më mirë në fushë, të evitoj. Okej, faleminderit që ishe për Ora News. Faleminderit juve shumë edhe faleminderit për Ora News. Sukses.